Në çdo shtet ka mafje, vetëm në mashëni të Veriut mafia ka shtetin e vet. Kështu shkruan në letrën e hapur kryetari e qytetit të Shkupit Daniela Arsovska, të cilën ja ka dërguar euroambasadorit Mihajlo Sorokas. Arsovska kërkon ndërhyrjen e BE-s dhe përcjelljen e situatës eurokomisioneres Marta Kos, e cila ndodhet në Shkup. Në letrën e hapur drejtuar BE-s, ajo thekson se është vazhdimisht në nkërcënime dhe nuk ka marrë asnjë mbrojtje nga institucionet shtetërore. Arsovska kërkon përkrahjen e BE-s në emër të drejtësisë dhe luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Kohët e fundit kemi zbuluar një skandal të madh kriminal ku është i përfshirë kryetari i komunës së Çajirit Visar Ganiu dhe grupi i tij organizuar kriminal. Ky grup është i përfshirë në falsifikim të dokumenteve nga disa institucione, përmes të cilave u kanë mundësuar në mënyrë ilegale disa personave madje edhe të mitur të fitojnë miliona. Arsovska ka sqaruar në letër se ka zbuluar 152 raste penale, të cilat përbëjnë kërcënim serioz për sigurinë e qytetarëve. Ai shkruan se ministri i punëve të brendshme, në vend që të veprojë, bën politikë dhe rrezikon sigurinë e saj, fëmijës dhe familjes së saj, si dhe sigurinë e punonjësve të qytetit të Shkupit. Inspektorët tanë dhe punonjësit që punojnë me përkushtim në këtë çështje janë përballur me dhunë dhe forcë brutale. Gomat e makinave të tyre janë prerë me thika dhe si ata ashtu dhe unë kemi marrë kërcënime të drejta për sigurinë tonë nga personat e lidhur me Visar Ganiun në këtë skandal. Kryetari e qytetit të Shkupit po ashtu shkruan në letër se si përgjigje ndaj provave që i ka mbledhur, Prokuroria Themelore Publike ka nisur hetim. Provat e tyre janë konfirmuar nga disa institucione shtetërore, si dhe nga subjekte juridike dhe fizike, duke pasur parasysh angazhimin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, si dhe mbështetjen e përpjekjeve në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Arsovska shpreson se përfshirja e euroambasadorit jo vetëm që do të forcojë ndjekjen e drejtësisë, por do të dërgojë një mesazh të qartë se korrupsioni dhe aktivitetet kriminale nuk do të tolerohen. Kryetari e qytetit të Shkupit Daniela Arsovska javëve të fundit ka dalë drejt për drejt në Facebook në disa ndërtesa në komunën e Çajirit dhe ka denoncuar se ato janë ndërtime pa leje. Arsovska ja ka bërë me dije Ganiut se në sirtarën e saj ka 13.000 aplikime për legalizim.